Përshëndetje, unë jam Ade dhe sot do të ndaj një mozaik shkrimesh për të shpjeguar trupin e vetëm të Krishtit të gjallë. Krishti që ekzistonte me Zotin edhe para krijimit, i cili krijoi qiejt, tokën dhe gjithçka që ekziston. Ato që shihen dhe ato që nuk shihen me fjalën e tij. Merrni parasysh të following siç është shkruar. Në fillim ishte fjala, dhe fjala ishte me Zotin, dhe fjala ishte Zot. Ai ishte në fillim me Zotin. Të gjitha gjërat u krijuan përmes tij. Dhe patë, asnjë gjë nuk u krijua. Ajo që ka ardhur në ekzistencë në të ishte jeta. Dhe jeta ishte drita e të gjithë njerëzve. Gjoni 1:1-3. Dhe fjala u bë mish dhe jetoi mes nesh. Dhe ne kemi parë lavdinë e tij. Lavdia si i birit të vetëm të babait, plot hir dhe të vërtetë. Gjoni 1:14. Prandaj tani, o atë, më përlevdon në praninë tënde me lavdinë që kisha në praninë tënde përpara se bota të ekzistonte. Gjoni 17:5. Atëherë Zoti tha, le të krijojmë njeriu në imazhin tonë sipas ngjashmërisë sonë. Zanafilla 1:26. Kujdes, Zoti thot, le të krijojmë njeriu në imazhin tonë dhe sipas ngjashmërisë sonë. Ky është Zoti, ati që flet me Jezusin, birin e tij. Por dua që të kuptoni se Krishti është kreu i çdo njeriu. Dhe burri është kreu i gruas së tij. Dhe Zoti është kreu i Krishtit. 1 Korintasve 11:3. Ky shkrim e udhëzon dëgjuesin që ka një rend të hyjshëm. Dhe ky rend është Zoti si kreu i Jezusit, dhe Jezusi është kreu i burrit dhe gruas në burr. Kjo është thelbësore sepse tregon se si hyrshmëria ndërvepron në një trup të vetëm të Zotit dhe njeriut duke i bashkuar ata në një tru. Merrni parasysh shkrimin që bashkon trupin dhe shpirtin siç është shkruar. Ka një trup dhe një shpirt. Ashtu siç u thirrët në shpresën e vetme të thirrjes suaj. Një Zot, një besim, një pagëzim. Një Zot dhe ati të gjithëve. Kush është mbi të gjithë dhe përmes të gjithëve dhe në të gjithë? Efesianëve 4:4-6. Në përmbledhje të kësaj fjale, ajo sqaron ka një trup, një shpirt, një Zot. Ati të gjithëve, i cili është mbi të gjithë. Dhe në të gjithë. Dhe në të gjithë. Dhe se ka një Zot, një besim. Përsëri, duke bashkuar trupin e vetëm të Zotit të gjallë përmes Jezusit. Merrni parasysh trupin bashkues të Zotit, krijuesit dhe Jezusin, të cilit ai ka dhënë të gjithë autoritetin, që bashkohet me njerëzimin nëpërmjet fjalës së Zotit. Siç është shkruar. Për këtë arsye, një burr do ta lërë babain dhe nënën e tij dhe do t'i bashkohet gruas së tij dhe të dy do të bëhen një mish. Prandaj ata nuk janë më dy, por një mish. Marku 10:7-8. Ashtu si një djalosh martohet me një vajzë të re, ashtu do të martohet ndërtuesi yt me ty. Isaia 62:5. Jezusi u tha atyre. Të ftuarit në dasmë nuk mund të agjerojnë ndërsa dhëndri është me ta, apo jo. Për sa kohë që e kanë dhëndrin me ta, ata nuk mund të agjerojnë. Marku 2:19. Shpirti dhe nusja thonë, e ani. Dhe le të thotë çdo kush që dëgjon, e ani. Dhe le të vijë çdo kush që ka etje. Le të marrë kushtoj që dëshiron ujin e jetës si një dhuratë. Zbulesat 22:17. Kështu që mund ta shohim këtu se Jezusi është dhëndri i besimtarit. Dhe besimtari është nusja, e cila e bën besimtarin në Jezus në një trup. Një shpirt. Dhe shkrimi i mëparshëm shpjegon se Jezusi është kreu i njeriut. Gruaja në njeri dhe Zoti është kreu i Jezusit.
Ky është trupi hyjnor I Krishtit të gjallë në njeri. Le të vazhdojmë të thellohemi më thellë në këtë trup mistik të Krishtit të gjallë, me këtë shkrim tjetër, siç është shkruar. Në atë ditë do të dish se unë jam në atin tim, dhe ti në mua, dhe unë në ty. Gjoni 14:20. Dhe kjo vazhdon në kapitullin 17 të Gjonit, siç është shkruar. Ashtu siç më ke dërguar ti në boll. Prandaj, I kam dërguar ata në boll. Dhe për shkak të tyre, unë e shenjtëroj veten time, që ata gjithashtu të shenjtërohen në të vërtetë. Unë pyes. Jo vetëm për këta, por edhe për ata që do të besojnë në mua përmes fjalës së tyre, që të gjithë të jenë një. Ashtu si ti, atë je në mua dhe unë jam në ty, le të jenë edhe ata në ne. Që bota të besoj se ti më ke dërguar. Lavdia që më ke dhënë, ua kam dhënë atyre. Që ata të jenë një. Si që jemi, ne një. Unë në ata dhe ti në mua. Që ata të bëhen plotësisht një. Që bota të di se ti më ke dërguar. Dhe I kam dashur ata ashtu siç më ke dashur ti. Gjoni 17, 18, 23. Dhe vazhdojmë me shkrimin tjetër për të kuptuar krijimin e këtij trupi fizik dhe shpirtëror në të cilin ne, si njerëz, jetojmë siç është shkruar, merrni parasysh. Ajo mbillet si një trup fizik. Ajo ngrihet si një trup shpirtëror. Nëse ka një trup fizik, ka edhe një trup shpirtëror. Kështu është shkruar njeriu I parë, Adami, u bë një qenës I gjallë. Adami I fundit u bë një shpirt që jep jetë. Por nuk është shpirtërori ai që është I pari, por fizikori dhe pastaj shpirtërori. Njeriu I parë ishte nga toka, një njeri prej pluhuri. Njeriu I dytë është nga qielli. Ashtu siç ishte njeriu prej pluhuri, ashtu janë edhe ata që janë prej pluhuri. Ashtu siç është njeriu I qiellit, ashtu janë edhe ata që janë nga qielli. Ashtu siç kemi mbajtur imazhin e njeriut prej pluhuri, ne do të mbajmë gjithashtu imazhin e njeriut të qiellit. 1 Korintasve 15:44-49. Pra, në përmbledhje, ky trup ka dy pjesë, të dukshmen dhe të padukshmen. E dukshmja është trupi I mishit nga Adami. Dhe e padukshmja është shpirtërore, e cila është Jezusi. Është një shpirt, një trup, në të cilin nuk ka as mashkull, as femër, grek apo hebre, siç është shkruar. Nuk ka më hebre, apo grek. Nuk ka më sklav as të lirë. Nuk ka më mashkull dhe femër. Sepse të gjithë ju jeni një në Krisht Jezusin. Galatasve 3:28. Pra, çfarë po ndodh këtu? Njeriu ka dy pjesë, fizikore dhe shpirtërore. Atëherë si është e mundur që të dyja të ekzistojnë bashkë? Le të shikojmë shkrimin e mëposhtëm për ta sqaruar më mirë këtë. Merrni parasysh të following siç është shkruar. Në fillim ishte fjala, dhe fjala ishte me Zotin, dhe fjala ishte Zot. Ai ishte në fillim me Zotin. Të gjitha gjërat u krijuan përmes tij. Dhe pa të, asgjë nuk u krijua. Çfarë ka ardhur në ekzistencë në të? Ishte jeta. Dhe jeta ishte drita e të gjithë njerëzve. Drita e vërtetë, e cila ndriçon çdo njeri, po vinte në boll. Ai ishte në boll. Dhe bota u krijua përmes tij. Megjithatë, bota nuk e njohu, ai erdhi te e tij dhe populli I tij nuk e pranoi. Por për të gjithë ata që e pranuan atë, që besuan në emrin e tij, ai u dha fuqi të bëhen fëmijë të Zotit. Të lindur. Jo nga gjaku ose nga vullneti I mishit ose nga vullneti I njeriut, por nga Zoti. Dhe fjala u bë mish dhe jetoi mes nesh. Dhe ne kemi parë lavdinë e tij.
Gjoni, 1.14. Kështu fjala u bë mish dhe jetoi mes nesh. Këtu shprehet se njeriu nuk mund të tregojë se shpirti është i pranishëm sepse ai nuk mund ta shohë atë. As nuk e pan hyjninë e Krishtit. Kur ai ecte mes vetes. E njëjta gjë ndodh edhe me këtë brez të tanishëm të besimtarëve. Ne shohim mishin. Por ne nuk mund ta shohim shpirtin që na bashkon të gjithëve në një trup të gjallë të Krishtit. Këtu ecim me besim. Dhe jo nga shikimi, siç është shkruar në 2 Korintasve 5:7. Tani merrni parasysh siç është shkruar të mëposhtmen. Sepse nga ai dhe përmes tij dhe për të janë të gjitha gjërat. Romakëve 11:36. Të gjitha gjërat u krijuan përmes tij dhe pa të asnjë gjë nuk u krijua. Gjoni 1:3 Ju jeni një letër e Krishtit. 2 Korintasve 3:3. Dhe gjitha gjërat që janë të mia janë të tua, dhe ato të tua janë të mia, dhe unë jam i lavdëruar në to. Gjoni 17:10 Sepse tempulli i Zotit është i shenjtë, dhe ju jeni ai tempull. 1 Korintasve 3:17. Me besim ne kuptojmë se botët u përgatiten nga fjala e Zotit, në mënyrë që ajo që shihet u krijuar nga gjëra që nuk janë të dukshme. Hebrejve 11:3. Jezusi flet. Më besoni se unë jam në atin dhe ati është në mua. Gjoni 14:11. A nuk e dini se trupat tuaj janë antar të Krishtit? 1 Korintasve 6:13. Kushto që është i bashkuar me Zotin bëhet një shpirt me të. 1 Korintasve 6:13. Zoti është dritë. 1 Gjoni 1:5. Jezusi është drita e botës. Gjoni 8:12. Ti je drita e botës. Mateu 5:14. Pasi lëkura ime të jetë shkatëruar kështu, atëherë në mishin tim, unë do të shoh Perëndin. Job 19:26. Pra ne që jemi shumë, jemi një trup në Krisht dhe secili prej nesh është antar i njëri tjetrit. Romakëve 12:5. Dhe nëse me të vërtet je një në Krisht, atëherë je gjithashtu antar i trupit të tij, i jetës së tij, shpëtimit të tij dhe fjalës së tij të përjetshme. Dhe nëse është kështu, atëherë merrni parasysh të mëposhtmen, siç është shkruar në librin e zbulesës. Atëherë pash qiellin e hapur, dhe aty ishte një kal i bardhë. Kali i tij quhet besnik dhe i vërtet, dhe me drejtësi gjykon dhe bën luftë. Sytë e tij janë si flaka e zjarrit dhe mbi kokën e tij ka shumë diadema. Dhe ai ka një emër të shkruar që askush nuk e di përveç vetes së tij. Ai është i veshur me një mantil të zhytur në gjak, dhe emri i tij quhet Fjala e Zotit. Dhe ushtritë e qiellit të veshura me linin e hollë, të bardhë dhe të pastër, po e ndiqnin atë në kalëra të bardhë. Nga goja e tij del një shpathë mbreth me të cilën do të godas kombet, dhe ai do t'i sundoj ata me një shkop prej hekuri. Ai do të shkel shtypsin e verës së zemërimit të zemratës së Zotit të plotfuqishme. Në mantilin e tij dhe mbi kofshën e tij. Ai ka një emër të shkruar, mbredh, i mbretërve dhe Zot, i zotërve. Zbulesa 19:11-16. Në përfundim, mendoni, kush është atëherë? Ai që është kalorësi i kalit që është besnik dhe i vërtet dhe me drejtësi. Shpresojmë që e keni shijuar këtë video. Ju lutemi pëlqeni dhe ndiqni kanalin ton për videot dhe përmbajtjet e ardhshme. Bardhësi në udhëtimin tuaj.